Kompania sipërmarrëse që po zbaton projektin e rikualifikimit urban të lagjes së numër 2 të qytetit, shumë shpejt do të nisë punimet për asfaltimin e disa rrugëve kryesore. Inxhinieri i kompanisë Ajson Lala vën të ditur se ndërhyrjet do të përfshinë segmentet më të rëndësishme të qytetit. Do vazhdoj që nga agjencia dhe do përfundoj te Radio Kuksi bashkë me disa nëndekzime të saj. Këto nëndekzime cilat janë? Një nga to është nga tabela flet rrufeve deri tek policia dhe disa të tjera që lidhen nga Radio Kuksi që shkon tek bashkia. Me asfaltimin e rrugëve kryesore përmbyllet një proces i gjatë ndërhyrjesh që ka përfshirë ndërtimin e trotuarëve, ndriçimin publik, sistemimin e kanalizimeve dhe gjelbrimin dekorativ. Punimet kanë synuar jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës, por edhe krijimin e hapësirave më funksionale dhe bashkëkohore për banorët e lagjes së 2. Me përfundimin e këtyre ndërhyrjeve mbyllet cikli njëvjeçar i punimeve për rikualifikimin urban të lagjeve numër 2 dhe numër 3 të qytetit, një projekt që pritet të japë një pamje të re urbane dhe të rrisë cilësinë e jetës në këto dy lagje.